Gjesti reagoni nervozuar ndaj produksionit. Një video e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale ka tërhequr vëmendjen e shumë fansave dhe ndjekësve të Big Brother VIP Albania, ku protagonisti është vetë Gjesti. Në këtë moment ai shihet i shtrirë në sallon pas një koltuku, ku regjia i tërheq vëmendjen duke i thënë Gjesti kujdes mikrofonin. Ky lloj komentimi është i njohur për ata që ndjekin Big Brother, pasi përdoret për të dërguar një mesazh të qartë tek banorët që të ndërpresin veprimet ose të shmangin diskutimet që mund të shkelin rregullat e spektaklit. Por në këtë rast Gjesti, që as nuk po bënte ndonjë veprim të veçantë, vetëm po qëndronte i shtrirë, ka reaguar me nervozizëm. Ai ka shikuar kamerën dhe i ka kthyer përgjigje regjisorit duke thënë: "Çfarë jam duke bërë more vëlla? Këtu çfarë bëra? Ç'a keni more vëlla?" Kjo shprehje e papritur dhe reagimi i tij drejt për drejt janë shndërruar në një moment komik që është shpërndar masivisht në platformat sociale, duke përfshirë Twitter, TikTok e të tjerë. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë reaguar me humor dhe simpati ndaj kësaj situate, duke krijuar një valë diskutimesh dhe shprehjesh qesharake në lidhje me situatën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.